إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Thot shehu tek libri për mbledhës, Allah më shiroft, pra tek ulja e shahudit, pasi tham që rekatin e dytë e bën më të shkurtër se rekatin e parë, pastaj thot ulet për teshahud, kur mbaron nga rekati i dytë, ai ulet për teshahud dhe ky është obligim, dhe ulet siç tham mufterish, pra mufterish ulesh te këmba jote e majt, siç përmendëm mes dy sejdeve, por se nuk lejohet al-iqa'u huna, pra ai që tham mes dy sejdeve që është synet ndonjëherë, nuk lejohet në këtë rast, dhe e vendos thot dorën e tij djath, pra shputën e tij djath tek kofsha dhe gjuri i tij djath, dhe fundin e brylit të tij djath tek kofsha e tij dhe mos ta largoj, pra tjetë bryli tjetë afër te fundi i kofshës, mos ta largoj, pra mos të maj distancë, mos ta mbaj larg. Thot gjithashtu shtrin dorën e tij të majt, pra shputën e tij të majt tek kofsha dhe te gjuri i majt, dhe nuk lejohet këtu që tulet duke u mbështetur tek dora e tij, sidomos e majta. Sidomos, pra të mbështetesh aty në teshahud dhe të rish me dorën e majt mbështetur. Pastaj thot e lëviz gishtin e tij, pra të lëvizja e gishtit, i mbleth gjithë gishtat e dorës tij të djath dhe gishtin e tij të madh e vendos tek gishti i mesëm, gishti i djathtë te gishti i mesëm, thot ndonjëherë, pra si e bën ndonjëherë bën këtë gjë, ndonjëherë bën hallk me to, pra me këto të dyja, dhe me gishtin e tij tregues e drejton nga kibla, duke bërë shenjë nga kibla, gishtin tregues, dhe e shikon shikimin e tij e përqendron te gishti tregues, e lëviz atë, bën dua me të, gjithmonë me gishtin tregues, bën dua me të nga fillimi i teshahudit tek fundi i teshahudit. Nga fillimi deri në fund. Dhe nuk bën shenjë me gishtin e tij dorës majt dhe e bën këtë gjë në çdo teshahud. Pastaj tregon thotë që teshahudi është obligim, nëse personi e harron, bën dy sejdë, pra sejdët e harresës, sujudus sehu, dhe e lexon teshahudin, pra jo me zë të lartë, e lexon në vete, me zë të ulët, dhe tregon pra formën e teshahudit. Këto ka thënë shehu pra në përmbledhje të teshahudit. Normal na ka ngel diçka për sa i përket pra, kur çosh për rekat dytë dhe do lexosh, para kësaj thu shehu thot, Allah më shiroft, pra të libri që ne kemi qyt mesëm, pra që është obligim leximi Fatihas çdo rekat, dhe pra ka urdhëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam atë që nuk fale mirë që ta lexonte Fatihan çdo rekat, pra ku i ka thënë atij bëje këtë gjë në gjithë namazin tënd, një transmetim në çdo rekat, pra gjithashtu ka thënë një transmetim tjetër, në çdo rekat ka lexim, në çdo rekat ka lexim. Pastaj shehu thot teshahudi i parë. Para kësaj ju thash lexojmë pak çështjen që kur do fillosh të lexosh Fatihan çdo rekat, pra kur çosh për të rekatin e dytë, a do fillosh me Bismillahirrahmanirrahim apo do fillosh prap me Audhu billahi minash shaitanir rajim. Thot shehu këtu tek libri bazë, Allah më shiroft, ka rënë kundërshtim dietarët e fikut që a është ky vend që thuhet Audhu billahi minash shaitanir rajim, pasi kanë ra dakord që nuk është vend që ti të bësh duan e hapjes, sepse duaja hapjes është fillim namazit. Gjithë janë dakord që duaja hapjes është fillim. Por se janë kundërshtuar tani, kanë diskutuar me njëri tjetrin që kur do të çosh rekat dyti, me çfarë do fillosh? A me bismillah apo me Audhu billahi minash shaitanir rajim? Ky është diskutimi që ata bëjnë. Thot pse? Sepse a konsiderohet një lexim i vetëm? Pra gjithë namazi është vetëm një lexim i vetëm, dhe si pasojë, po them që është një lexim i vetëm, atëherë na mjafton që themi Audhu billahi semil alim minash shaitanir rajim, mjafton ta themi vetëm te rekati i parë. Pra nëse ne do themi gjithë ky namaz është një lexim i vetëm, na mjafton vetëm ta themi një herë. Apo leximi i çdo rekatit është i veçantë dhe si pasojë, po që i veçantë i bi që themi Audhu billahi minash shaitanir rajim, pra në çdo rekat.
Ka thënë Ibn Qayyim rahimahullah te libri i Zad, pra Zadul Ma'ad, thotë që të mjaftohemi me një herë, pra istiadhe një herë, kjo është më e dukshme, më e qartë, më e kuptuar prej haditheve, nga duke u bazuar thotë tek hadithi saktë i Abu Hurajres radhiyallahu an, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur çohej për rekat dytë e fillonte leximin dhe nuk heshte. Thotë, por se mjafton, pra siç mjafton një istiftah, një dua hapje, sepse nuk ka pas thot mes dy leximeve heshtje, por se ka pas dhikër, pra është si një lexim i vetëm, kur ti gjatë atij leximi falenderon, lavdëron Allahun, bën tasbih, thu la ilaha illallah ose bë salavat për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pra, mbasi shehu përmend fjalën Imam Ibn Qayyim që mjaftohesh vetëm në rekatin e parë, shehu thot, pra kështu ka thënë Ibn Qayyim, por se ajo që kuptohet është ndryshe nga ajo që ka zgjedhur ai, pra që mos mjaftohemi vetëm një herë, por se patjetër ta përsërisim çdo rekat. Pastaj ka përmend fjalën e pra Sheikh Al-Allama Muhammad Hamid Al-Faqi As-Salafi, nga dietarët e Ansarus Sunnah që kanë qenë në Egjipt. Ky është ai dietari që i thonte ikhwanëve tradhtarët e muslimanëve. Pa ka përmend këtë ikhwan muslimin, thoshte për ta tradhtarët e muslimanëve, ikhwanul muslimin. Thot, pra shehu ka përmend që anon nga kjo fjalë që thuhet çdo rekat dhe përmend fjalën e këtij dietarit, thot ajo që është e dukshme është që janë lexime të ndryshme, rekati i parë është lexim, rekati i dytë është lexim. Pse? Se për shkak të se zgjatet rukuja, zgjatet sejdja, këto janë lëvizje të shumta dhe si pasojë çdo rekat ka pra istiadhen e vet. Dhe hadithi e Abu Hurajres që është përmend nuk bie ndesh me këtë, sepse qëllimi me heshtjen që është përmend atje, kihet për qëllim duaja e hapjes. Tu ka përmend shehu, ka anu nga ky mendim, Sheikh Ibn Baz Allahu mëshirov thot, mbasi çohet te rekati i parë, bën thot si mbasi çohet nga rekati i parë pra të drejt rekatit dytë, ai bën thot pra njëjtën gjë siç boni te rekati i parë, lexon Fatihan, thot a'udhu billahi minash shaitanir rajim, thot bismillah, pra përmend bismillahir rahmanir rahim, dhe nëse nuk thot a'udhu billahi minash shaitanir rajim, mjaftohet me atë që u përmend rekatin e parë, nuk ka problem, nëse e përsërit është më mirë. Pra nëse mjaftohesh, ky është mendimi i Shehut Baz. Nëse mjaftohesh vetëm ato të parë, nuk ka problem. Ama nëse e përsërit, kjo është më e mirë thot Shehut Bazi, sepse është lexim i ri që ti po bën, atëherë kërkon mbrojtje Allahut prej sherrit shejtanit të mallkuar. Tu bismillah, pra bismillahir rahmanir rahim, lexon Fatihan, pastaj më pas lexon një sure ose ajete siç bërin rekatin e parë, por se sura e rekatit i dytë është më e shkurtër se sura e rekatit i parë. Kurse Sheikhu Themin Allahu mëshirov thot, pra thot a'udhu billahi minash shaitanir rajim, kjo gjë është e ligjëruar te rekati i parë, nuk është e ligjëruar te rekati i dytë, sepse leximi gjatë namazit është një lexim i vetëm, atëherë është një adhurim i vetëm nga fillimi deri në fund, atëherë bi që ta lexoj vetëm një herë. Pastaj thot, ka disa dietar që thot e bën këtë gjë në çdo rekat, siç përmendëm, pra Sheikh Albani dietar të tjerë, thot e bën këtë gjë çdo rekat. Pse? Sepse thot mes dy leximeve ka dhikr, ka vepra. Thot, prandaj, shifës që thot shehu, si përfundim, çështja është e gjë. Kjo ishte për sa i përket, pra, se çfarë do bëj te rekati i dytë, se si do të filloj leximin. Thot shehu këtu, pra, tek libri mesatar, thot, më pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam uleshe për teshahud, pasi mbaronte rekatin e dytë. Nëse namazi ka vetëm 2 rekate, si namazi sabah, atëherë thot do ulet mufterish. Mufterish, siç tham pra siç tham mes dy sejdave, njëra prej gjendeve mes dy sejdave, do ulesh tek duke u mbështetur te këmba jote e majt. Dhe këtu për shkakun te libri bazë shehu çka ka thënë këtu, kjo bie ndesh me disa mëdhëbe, që ato ç'a thonë, nëse namazi është me 2 rekat bën tawarruk. Tawarruk, pra është, do ta shpjegojmë ne këtu te fundi namazit, pra që i kalon këmbët nga ana djathtë dhe ulesh me ndenjurat e tua në tokë. Thot kjo, këtu ne kemi që ulesh mufterish, pra ulesh me këmbën e majt. Nuk bën tawarruk kur namazi është me 2 rekat ose ka një teshahud. Kjo tawarruk është kur namazi ka 2 teshahude. 2 teshahude, si akşami dhe namazet me 4 rekat që janë leja, ikindia dhe yatsia. Namazet si sabah, thonë, pra siç është e qartë këtu, xhelesa muftarishan ulet, pra te këmba e tij, majt dhe drejton këmbën e djathtë me gishtat nga kibla, siç e përmendëm. Pra siç është ulur thot mes 2 sejdave. Kshu ai ulesh, pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ulesh te teshahudi i parë. Pra tek namazet me 3 rekate ose me 4 rekate. Dhe ka urdhëruar me këtë atë që nuk fale mirë, i ka thënë që kur ti të ulesh në gjysmën e namazit tënd
në mesin e namazit tënd, qetësohu dhe ule ose shtrije këmbën tënde të majt dhe bëj teshahud. Gjithashtu Abu Huraira radhiyallahu an ka thënë që ka ndaluar, pra ai që unë kam dash fort, pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që unë të bëj një veprim iqa ka iqa'il kalb, bëj iqa siç bën qeni. Ne thamë që ka dy se kanë të njëjtën fjalë. Iqa është kjo, iqa është kjo. Por se mes dy sejdeve është synet ndonjëherë, te ky teshahud është ndaluar. Si është kjo e ndaluara këtu? E kanë seruar, thot, ka thënë Abu Ubejde dhe të tjerët, është që personi të ngjisi të ndenjurat e tij me tokën, pra ti let ndenjurat e tij në tokë, ti drejtoj, thot, pulpat e tij dhe ti vendosi, thot, duart e tij në tokë, ashtu siç bën qeni. Pra në këtë lloj veprimi, pra ti të ndenjurat e ke në tokë, dy këmbët i ke shtri kështu dhe vendos rri me dur në tokë. Siç rri qeni, kjo është ajo që është ndaluar. Kurse ajo që është mes dy sejdeve, ajo është sunet. Pastaj thot, pra ishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që kur ulej në teshahud e vendoste dorën e tij djath, pra shputën e tij djath, te kofsha e tij një transmetim te gjuri i tij djath dhe e vendoste dorën e tij të majt, shputën e tij të majt tek kofsha e tij në një transmetim te gjuri i tij i majt, duke e shtrirë, pa jo duke e mbledhur, duke e shtrirë dorën. Gjithashtu ka ardhur se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e vendoste fundin e brylit të tij të djath tek kofsha e tij e djath. Thot, pra, çfarë do thot sheku këtu, sikur qëllimi është që mos e largo brylin nga ijet. Mos e largo. Pra mbaje, kur të bësh teshahudin, këtë brylin mbaje tek ngjitur me trupin. Mos e largo. Dhe e ka përmend qartazi këtë, thot Ibnul Qayyim tek libri i tij Zad. Gjithashtu ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ose ka ardhur transmetime nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që ai ndalonte që personi të falej duke u mbështetur te dora e tij e majt namaz dhe thonte që ky është namazi i jehudëve. Pra, siç dihet që ne në shariat islame jemi ndaluar që të përngjasojmë me qafirat. Pra, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush përngjason me një popull, ai është prej tyre. Pra, e kemi përmendur më përpara në çështje të tjera, pra muslimani duhet të ketë, pra parasysh duhet të ketë kujdes që të përngjasojë me qafirat, sepse nga dëmet e rrezikshme është që përngjasimi i jashtëm çon grad, faza derisa të çosh në përngjasim të brendshëm. Pra, përngjasimin e zemrës fillon, pra, duke bërë si ata nga ana e jashtme, derisa Allahu na ruaj, pas patë sukses për Allahut, Allahu të ruajti për shkak belave veprave tua, mund shkosh, pra, që të kesh akiden e tyre, besimin e tyre, dhe Allahu na ruaj ti çdo namaz i lutesh Allahut që të udhëzojë rrugën e drejtë, jo rrugën e atyre që maghdub alehim wal-dallin, jo rrugën e atyre që Allahu zemrua me ta dhe që janë të humbur. Kush janë ata që Allahu zemrua me ta dhe janë të humbur? Jehudët dhe nasarat, xifutët dhe krishterët dhe çdo kush prej këtij ummeti që bën siç kanë bërë ata. Jehudët që kanë pas dije dhe kanë kundërshtuar dhe nasarat që kanë adhuruar Allahu pa dije. Pra, momenti që ti lutesh Allahut çdo ditë që mos heqësh rrugën e tyre, atëherë mos i përngjëso atyre në fjalët e tyre, në veshjet e tyre, gjëra që janë të veçanta për ata. Dhe shifeni, pra, në shumë çështje të namazit dhe çështje të tjera kanë ndaluar, pra kanë ardhur ndalime që ne të përngjësojmë me ta. E njëjta gjë kjo, pra, që të mbështetesh, pra, me dorën e majt kur je në teshahud. Thot dhe ka thonë se është namazi i jehudëve, në një transmetim tjetër ka thonë mos u ul kështu sepse kjo është ulja atyre që dënohen, dhe në një transmetim tjetër ngjojeni, kjo është ulja e atyre që Allahu është zemruar me ta. Që janë jehudët. Jehudët dhe ju thash, jo vetëm jehudët. Kur kemi folë te sura Fatihan, pra kur kemi folë te komenti surës Fatiha, pra mos u mashtro që të kuptosh që kjo është e veçantë vetëm për jehudët. Pra, mos mendo keq për Allahun dhe fenë Allahut që ti të mendosh që diçka që ti e ke obligim ta lexosh çdo ditë s'ka lidhje me ty. Pra ti e lexon Fatihan çdo ditë dhe ti lutesh Allahut tek sura Fatiha që të ruaj Allahu xhallahu ala mos bësh rrugën atyre që Allahu është zemruar me ta. Dhe ti të vjesh dhe ta komentosh që kjo ka lidhje vetëm me jehudët dhe kaq. Dhe me ty si musliman, me ummetin islam s'ka lidhje. Jo, normal që ka lidhje. Pra është mendim shumë i keq ky dhe të pengon që ti të kuptosh Kur'anin, që të vi thush mund ka obliguar Allahu diçka që s'ka lidhje me mua. Jo, ka lidhje me ty dhe tham. Pra, shkurtimisht, janë jehudët dhe çdo kush që ka dije dhe nuk punon, Allahu na ruaj për atyre.
Sa njerëz ka që kanë dije, por nuk punojnë me dijen e tyre. Atëherë ti ke ngjajë jehudëve dhe hyn te kjo ke pjesën tate këtu. Tjerë sa njerëz mund bëjnë adhurime, por se pa dije. Ke ndjek rrugën e Nasarave. Prandaj ka ardhur nga Sufjan al-Thauri apo Sufjan ibn Uyeynes, s'po e mbaj mend tani, njëri prej të dyve, njëri nga Sufjanejnë, si më thot, ka thënë, "Men fasada min ulama'ina fa fi shabahu min al-yahud, wa man fasada min ubadina fa fi shabahu min an-nasara." Kush prishet nga dietarët tan kujt? Dietarët tan kush tan? Dietarët musliman. Kush prishet nga dietarët musliman, ai ngjan ka përngjasim me jehudët. Dhe kush prishet nga adhuruesit tan, pra mos ka përngjasim me nasarat, me krishterët. Allahu na rrit prej rrugës së dyve. Pastaj thot, ishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që e shtrinte dorën e tij të majt duke e vendosur te gjuri i majt. Tek gjuri i majt. I mblidh tek gishtat. Pra, dora e majt është e shtrirë. Tani po flet kush mblidhen gishtat e kujt? Gishtat e djathës. I mblidhte gishtat e dorës ti djath gjitha dhe drejtonte me gishtin e tij, pra tham gishtin tregues. Drejtonte me gishtin e tij drejt kiblës dhe e përqendronte shikimin e tij, pra shikonte me gishtin e tij shikonte me shikimin e tij me sytë e tij gishtin e dorës djath tregues. Dhe bonte shenjë me gishtin e tij dhe vendoste gishtin e madh te gishti i mesëm. I madhi tek i mesmi. Ndonjëherë bënte me to hallk. Gjithmonë po flasim për dorën e djathtë. Bënte me to hallk. Thot, e ngrinte gishtin e tij dhe e lëvizte atë duke bërë dua me të. Dhe thonte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që është më e rëndë për shejtanin se sa hekuri. Ky gisht është më i rëndë për shejtanin se sa hekuri. Ka për qëllim thot gishtin tregues. Gjithashtu, pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e vepronte këtë gjë tek të dy teshahudet. Pra mos mendoni se kjo gjë është vetëm te teshahudi i mesëm. Jo, është tek të dy teshahudet. Dhe pra ka parë një person duke bërë dua me gishtin e tij, pra duke lëvizur gishtin ose duke drejtuar gishtin e tij dhe ka bërë duke i thënë atij që ahid, pra bëj shenjë me gishtin tënd tregues do të u tregoj se çfarë kuptimi ka. Po është thot çeku këtu, pra këtë dobit këtu. Thot fjala në transmetim që bë dua me të, ka thënë Imam Tahawi rahimahullah, kjo tregon se ka qenë fundin e namazit. Pra, kjo, thot shehu, është argument prej synetit, se ti do të vazhdosh të bësh shenjë me gishtin tënd dhe ta lëvizësh atë derisa të japësh selam. Pra nëse dikush pyet se sa vazhdon gishtit, pra të drejtohet nga kibla dhe të lëvizet, pra te lëvizja shehu ka sqaruar, nuk është lëvizje lart poshtë dhe as djathtë as majtas. Lart poshtë me kuptimin ta ulësh ta ngresh. Jo, është lëvizje e pakt. Ngritje uli është kështu. Djathtas majtas është ta lëvizësh kështu. Pra shehu kur kanë pyet në ato audiot e veta, thotë nuk është ulje dhe ngritje dhe nuk është djathtas dhe majtas, por se gishti marr nga kibla dhe lëvizet pak pa ndryshu çfarë. Pse ulje dhe ngritje djathta mas se mos lëvizin nga drejtimi i kiblës. Qartë dhe këtë lëvizje po thot këtu e bën deri në selam. Derisa të japësh selam. Kuptohet kur është koha për selam, se po që të shahudi parë, të qohesh. Pse? Sepse duaja thot është para selamit. Ky është medhebi i Malik dhe të tjerëve, është pyet Imam Ahmedi Allahu mëshiroft, a bën ta drejtoj personi gishtin e tij namaz, pra ta drejtoj nga kibla, ka thënë po, ta bëj këtë gjë fort, pra dhe e ka përmend Ibn Hani te çështjet e Imam Ahmedit, ose te pyetjet që i ka drejtuar Imam Ahmedit, Allahu mëshiroft gjithë, thotë nga kjo bëhet e qartë se lëvizja e gishtit të shahud është si synet si më thon i sakt për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ka punuar me të Ahmedi dhe të tjerët, thotë për imamëve të synetit, kanë frikë Allahun disa njerëz që pretendojnë që kjo është lojë që nuk i ka hije namazit. A mund të vi dikur pse e luan gishtin namaz? Jo, dhe kjo është diçka lojë që s'ka lidhje. Thotë kanë frikë Allahun se përdesa diçka ka ardhur prej synetit, atëherë duhet me pas kujdes. Dhe ju kam thënë kur kam para vitesh, pra kur kam fol për fjalët e Sheikh Albanit, Allahu mëshiroft, për Shuaib Arnautin, Sheikh Albanit i kanë transmetuar fjalën në atë kohë që çfarë thoshte që për lëvizjen e gishtit
Normal sepse bindesh me medhebin që ndishte Shuaib Arnauti, i ka thonë pejgamberi sa me ka lëviz gishtin se ishte moshë e vjetër, nga që i dridheshe gishtin nga mosha e vjetër e ka lëviz gishtin. Pra shife kundërshtimi i synetit dhe shife çalloj arsyetimi që bindesh me këtë. Qartë, prandaj thotë këtë frikë Allahun disa njerëz që pretendojnë se kjo është pra lojë që nuk i ka hije namazit. Pastaj tregon sheku flet për këtë çështje. Kurse ka është transmetuar një hadith që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e lëvizte gishtin e tij, ky hadith thotë nuk është i saktë, pra zinxhiri i tij nuk është i saktë, siç e kanë përmend filan vend thotë. Dhe ngjojeni, nëse ky hadith është i saktë, është mohus. Pra morëm shem nuk e lëvizte gishtin, çfarë është duke bë? Është duke mohuar. Një nga rregullat që përmendin dietarët është që ai që pohon diçka ka përparësi para atij që mohon. Pra kemi këto janë hadithe pohuse. Vjen një hadith pra që e mohon, nuk e lëvizte, kjo quhet mohuse. Përgjigjja e parë që hadithi është i dobët. Po nëse është i saktë, themi këtu kemi mohim. Ndërkohë këtu kemi pohim. Nga rregullat që përmend dietarët është që pohimi ka përparësi para mohimit. Pse? Sepse ky që po pohon ka dije shtesë. Ka diçka që ai që ka mohon nuk e di. Dhe përmendim për shembull një nga ato hadithe që përmendet shpesh, për shembull tek a ka urinu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ndonjëherë këmbë apo jo. Pra mirë personi që të urinoj ulur, pa lejohet që personi të urinoj këmbë kur është i sigurt që mos ketë spërkatje, cërkitje që t'i vinë pikat, a lejohet kjo gjë apo jo? Edhe diskutojnë dietarë, thotë ne kemi hadith nga Aisha radhiyallahu anha që thotë që nuk e kanë pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam të urinojë ndonjëherë në këmbë. Çfarë është duke bëu Aisha radhiyallahu anha këtu? Pohim a mohim? Mohim. Ama ka ardhur hadithe nga Hudhaifa radhiyallahu anhu që e kanë pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që ka shku me një grumbull plerash, një grumbull diçka dhe thotë ka urinuar në këmbë. Si do bashkohen mes këtyre dy haditheve? Thon dietarët, Aisha mohon, Hudhaifa pohon, i japin përparësi hadithit Hudhaifës sepse ka diçka shtesë që Aisha radhiyallahu anha nuk e di. Pse? Sa ajo flet për gjendjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur ka qenë në shtëpinë e tij. Hudhaifa po flet për diçka që kanë qenë jashtë shtëpie. Qartë që ta kuptoni këtë gjë. Pastaj, thot shehu Allahu më shërof, është obligim pra te shahudi i parë dhe është ligjëruar gjithashtu duaja të. Pra tani kalon nga, domethënë te tehiyat, te salavatet, po përmendet diçka te çështja e duas. Te çështja e duas. Më mbrapa do vi ka përmendur çështjen e salavatëve. Pra a bën me thon Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, to janë salavatet. Duaja është duaja. A bën me botë të shahudi par? Pra përveç të tehiyatu lillahi o salavatu, a bëhen salavatet? Për këtë do flasim më mbrapa. Këtu tani ka fol për duan. Pra përveç salavatëve me bë duat të shahudi par. Jemi te shahudi para, po flasim për shahudin e parë. Te shahudi i fundit ose pra flasim që aty bëhen salavatet, bëhet duaja, ka mes dietarëve është obligim, është më shumë se obligim, apo jo? Ne jemi tani te shahudi i parë. Thotë shehu është e ligjëruar që të bëhet duaja në të. Se për shembull ju vini pyesni çfarë? Pyesni shumë veta, pyesin pra bona gabimisht salavatet. Kurse shehu është hap më tej tani, thotë është e ligjëruar dhe përveç salavateve dhe duaja. Qartë tu që të kuptoni për çfarë po flitet. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çdo 2 rekat bonte tahiyya, pra tahiyat, dhe gjëja e parë që ai që thonte, që fliste në këtë lexim ishte tahiyatu lillah, momenti që harronte, pra çoheshe, nuk e bonte te shahudin e parë, pra po harrove te shahudin e parë, dhe çfarë gjykim ka te shahudi i parë? Është obligim. Nëse ti harron, atëherë bën sejdët e harresës, bën sejdë harresë, dhe do flasim pra se kur ti kthehesh apo nuk kthehesh, dhe urdhronte me këtë duke thënë nëse uleni pra në çdo 2 rekat ose kur tuleni çdo 2 rekat, thoni at-tahiyat dhe të zgjedhni ndonjëri prej jush prej duave atë që i pëlqen më shumë, ti lutet Allahut xhalla wala. Në një transmetim tjetër thuhet thoni në çdo ulje at-tahiyat, e ka urdhëruar me këtë atë që nuk falej mirë, siç e përmendëm, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çfarë i mësonte atyre te shahudin, siç i mësonte atyre një sure prej Kuranit. I ka mësuar te shahudin, siç i mësonte një sure prej Kuranit, dhe prej sunetit është që mos thuhet me zë të lartë, por se thuhet me zë, pra zë të ulët, ta thuhet robi me vete, pra jo me zë të lartë.
Këtu te hadithi 5, ngjojeni, te pika 5, kur thot çifeni. Kur tuleni çdo 2 rekate, thoni at-tahiyat, pastaj çdo 2 rekate. Pastaj le të zgjedhë ndonjëri prej jush prej duas ajo që i pëlqen më shumë dhe ti lutet Allahut. Çdo 2 rekate dhe ti lutet Allahut. Thot shehu këtu te ky hadith është e dukshme që është e ligjëruar duaja në çdo teshahud. Në çdo teshahud. Thot edhe nëse nuk vjen pas ti teshahudi selam. Dhe kjo është fjala e Ibn Hazmit. Allahu më shirov thot. Qartë, pra këtu shehu nga ky hadith, dhe ju përmendet diçka që përmend të zgjidhja ditëve të sakta, pra që ka marrë që përmendet mund të bësh tu dua, pra është e ligjëruar dhe të bësh dua tek teshahudi i parë, qartë. I themi pak më radhë këtyre që përmendëm. E para i herë te çështja e gishtit. Sepse shumë pra pyesin se për çfarë ngrihet gishti. Dhe ne kemi thonë që çdo gjë Allahu xhallahu ala ka urtësi për çdo gjë që ka ligjëruar dhe për çdo gjë që ka krijuar. Mund të ketë urtësi që ne i dim dhe mund të ketë urtësi që ne nuk i dim. Por se momentin që ne nuk e dim urtësinë e diçkaje, kjo mos na pengojë ne që çfarë, mos zbatojmë urdhresat. Qartë? Pra ti mund të vish dhe të thosh Allah pse kështu, pse ashtu. Nëse ka ardhur diçka për fesë, nëse dietarët kanë folë me çfarë, me mundin e tyre që të kuptojnë se cila është urtësia për kësaj gjëje, ne e themi. Por se robi të ketë kujdes, pra që për çdo gjë do urtësinë. Pse? Se ka gjëra që urtësia nuk i dihet. Dhe si pasojë ty me los me ty shejtani që në moment që ti si di urtësinë diçka, ti nuk e zbaton. Kjo është bela e madhe që robi duhet të ketë kujdes mos binte. Atëherë, pra lind pyetja pse lëvizet gishti ose pse bëhet shenjë gishti etj. Më radh, këtu ka ardhur pra për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam që ka përmend që është më e rëndë për shejtanin se sa hekuri. Se sa hekuri. Qartë? Prandaj tek libri bazë thot, ka transmetuar ka transmetuar Bejhaqiu me 2 zinxhire nga Ibn Abbas radhiyallahu anhuma për personin që drejton gishtin e tij, ka thënë huel ikhlas. Pra çfarë? Është shenja e sinqeritetit, që Allahu xhallahu ala është një vetëm ai meriton të adhurohet. Pra është shenja e sinqeritetit. Gjithashtu ka ardhur nga Anesi radhiyallahu an, thotë kjo është për ulje që ti i bën Allahut. Nga Mujahidi ka ardhur që është si më thon topuz apo dajak apo çekan kundra shejtanit, siç ka ardhur pra si më i rënd se hekuri për të. Qartë? Pra këtu ka përmend çështja goditje për shejtanin, si çekan për shejtanin, dajak për shejtanin, goditje për shejtanin, gjithashtu është çështja e tauhidit, pra ti e duke bërë shenjë tek sinqeriteti te veçimi i Allahut me adhurim. Gjithashtu ka për dietar më shumë Sheikh Hafidh ka përmendë çështjen tek pra që tregon që Allahu xhallahu ala është lart. Prandaj thot Allahu më shiroft kur përmend argumentet, normal ka argumente të qarta, pra sa ka thënë Sheikhul Islam Ibnul Qayyim që ka rreth 1000 argumente tekstet e Kuranit dhe Sunetit, pra që Allahu xhallahu ala është i lartësuar, është mbi arsh, është në lartësi. Ka përmend shumë dhe prej tjerave ka thënë Sheikh Hafidh wa sunna raf'ul musalli fi tashahhudihi sabahatan li ului Allahi ya'taqidu. Thot, është sunet që ai që është duke u falur, pra ta bëj me shenjë gishtin e tij sabaha, sa arabët këtij gishti që ne i themi tregus, arabët i kanë 2 fjalë, sababa dhe sabaha. Sababa e tregojmë me diçka që robi kur të qorton ose do me to qortu ose me to fendu, ta bën shenjë me këtë gisht. Pra dhe e quajnë sababa. Gjithashtu e quajnë sabaha, pra që botë spi. Dhe ai shehu thot, është sunet që ai që falet ta ngre gishtin e tij thot, li ului Allahi ya'taqidu. Beson që Allahu xhallahu ala është lart. Kurse ky është e libër akide. Kurse te libër fiku ka thënë waqbid asabi al-yamini ma khala sabahatan. Pra, prit si thot, waqbid asabi al-yamini ma khala sabahatan thumma ashir biha ila tauhidi maulaka. Pra mblidhi gjithë gishtat e dorës djath, pastaj thot drejto gishtin e tënd tregues, duke dhënë shenjë për tauhidin e Allahut xhallahu ala. Pra që Allahu xhallahu ala është një vetëm ai meriton adhurimin. Këto janë fjalët e dietarëve rreth saj. Kurse këtu kur
ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dikush pra që bonte dua me gishtin e tij ka thënë ahid, thotë shehu këtu Allahu më shiroft, është vjen prej fjalës tauhid, pra ahid prej tauhidit, pra bëj shenjë me gishtin tënd vetëm, sepse ai që ti lutesh dhe adhuron është një vetëm. Ai që ti lutesh dhe adhuron është një vetëm, pra vetëm ai meriton të adhurohet, vetëm ai ka drejt të adhurohet. Pastaj ka bëj një këshill shehu këtu, ajo që bëjnë disa njerëz thjesht mbasi marrin abdes duke drejtuar dy gishta tregues të dy duarve, pra e bëjnë kështu, të dy duarve thot kur thon shahadetin mas abdesit, kjo bindesh thot. Pra nuk ka ardhur për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ka përmend ajetin, ken kujdes ato që kundërshtojnë urdhrat e tij, se mos i kap pra urdhrat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, rrugën e tij, metodologjinë e tij, se mos i kap fitnë apo mos i kap ata dënimi i dhëmshëm. Lutim Allahun xhelalu ala thot, na bëj për atyre që pasojnë sunetin e tij dhe udhëzohen me udhëzimin e tij. Amin. Kjo është për sa i përket këtij hadithit ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot ahid. Çështja tjetër ku shehu thot këtu, pra, nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që po harrove te shahudin e parë do bësh pra dy sejdët e harresës. Thot këtu te libri bazë, thot ka nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur ndonjëri prej jush falet dhe çohet prej uljes tij, nëse nuk ka marr pozicion këmbë, let ulet dhe nuk ka dy sejdë. Pra, momenti që ti harron te shahudin dhe çohesh, momenti që nuk je drejtuar, ti kthehesh. Dhe nuk ke me bo sejdë harrese. Dhe nëse ti ke marrë qëndrim këmbë, pozicion këmbë, vazhdo namazin tënd dhe bëj dy sejdë të harresës. Pra ky është sqarimi, se kur duhet kthehesh dhe kur s'duhet kthehesh. Momenti që je drejtuar këmbë, nuk kthehesh më. Momenti që nuk kthehesh më dhe si pasojë bë dy sejdë të harresës. Dhe ajo që bëjnë disa gabim, i thonë një xhamati subhanallahu, disa njerëz kthehen. Kjo nuk bën me u kthy, kundërshton këtë hadith dhe arsyetimi që për të përmendur disa dietarë çfarë thonë, je duke lënë tani një shtyll për të kthyr që të bësh një obligim. Prandaj, pra, hadithi ka ardhur sakt se bën dallimin se kur ti duhet kthehesh dhe kur ti nuk duhet kthehesh. Momenti që s'ke marr pozicion, nuk je drejtuar, atëherë duhet kthehesh. Momenti që je drejtuar, nuk kthehesh. Qartë, ka thonë te zinxhiri hadith, prandaj thot, këtu është thot zinxhiri këtij hadithi është i saktë, te zinxhiri haditheve të sakta me numër 321 ka thënë Allahu e mëshiroft, hadith që transmeton Abu Daud ibn Majah thot, kur çohesh prej dy rekateve dhe ti kujtohesh para se të drejtohesh në këmbë, atëherë ulu. Nëse je drejtuar në këmbë, mos u ul dhe bëj dy sejdë harres. Qartë, më pas thot Allahu e mëshiroft, kjo tregon se ajo që e pengon pra personin që të kthehet drejt të shahudit është kur ai është drejtuar në këmbë. Ama nëse nuk është drejtuar në këmbë, atëherë ai duhet ulet. Me këtë konsiderohet e kot fjala e disa medhhebeve, që është përmend disa medhhebe, që nëse është afër ngritjes nuk kthehet, nëse është afër uljes kthehet. Jo, ky sqarim që ka ardhur pra ky sqarim që është bën disa medhhebe nuk ka bazë dhe bindesh pra me hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, këtë hadith që shehu përmendi, prandaj kapu fort me këtë hadith, kapu fort me dhëmball dhe lëri mendimet e burrave, sepse kur vjen transmetimi nuk ka më arsyetim. Kur vjen transmetimi nuk ka më arsyetim. Kurse çështja e duas, që tham bën dua, thot Allah më shiroft tek zinxhiri haditheve të sakta numër 878, kur të uleni çdo 2 rekate thoni at-tahiyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibatu, assalamu alayka ayyuha an-nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin, ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Pastaj zgjedhi prej duave atë që do flasim inshallah për kuptimin e tahiyatit, pastaj zgjedhi thot prej duave atë që atij i pëlqen, pra që është shef të volitshme, përshtatshme. Thot shehu këtu, te ky hadith ka një dobi të rëndësishme, që është ligjërimi i bërjes duan te shahudin e parë. Nuk kam parë dikën që ta thot për imamllarëve përveç Ibn Hazmit, dhe e vërteta është me të, megjithse ai është argumentuar me hadithet, me argumentet pa kufizuara, që mundet që ata që e kundërshtojnë këtë mendim, pra ti refuzojnë me disa hadithet kufizuara, kurse ky hadith në vetvete është argumenti qartë, pra i sqaruar me hollësi që nuk pranon kufizim, thot Allah më shëroft një person që është i drejtë dhe pason sunet. Tjetër, këtu
këtu ku thot që është prej synetit që të thuhet pra jo me zë të lartë, pra ta thush me zë të ulët, ta thush vetvete. Thot ka thënë te libri bazë thot, ka thënë Nevoiu Allahu më shëroft, ka ra dakord gjithë dietarët se duhet pra bën jo me zë të lartë, pra 2 teshahudet dhe është e papëlqyer që ti ta ngrish zërin, pra nuk ngrihet zëri gjatë teshahudit. Pastaj ka kaluar shehu tek pra format e teshahudit, ka përmend disa pra prej sahabëve, ka përmend nga Ibn Mesudi, nga Ibn Abbasi, nga Ibn Umeri, nga Abu Musa, nga Umeri, nga Aisha radhiyallahu anhum ejma'in. Po lexojmë 2 që t'ju tregojmë dhe një pra diskutim që kanë dietarët këtu. Pra po lexojmë teshahudin e Ibn Mesudit radhiyallahu anhu që shehu e ka përmend parin, thotë teshahudi i Ibn Mesudit, thotë më ka mësuar i dërguari sallallahu alaihi wasallam teshahudin, thotë dora e tij ishte në mesin e 2 duarve të mia, siç mësonte një sure prej Kuranit, at-tahiyatu lillah was-salawatu wat-tayyibatu, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi s-salihin. Kur e bën këtë gjë, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka prekur çdo rob të mirë në qiell dhe në tokë, ashhadu an la ilaha illa Allah, ngjojeni këtu, ashhadu an. Do të lexoj diçka pa jo an la ilaha, jo ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu. Thot e thonim këtë sa ai ishte mesin ton. Momenti që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vdiq, ne thonim assalamu ala nabi. Pra këtu assalamu alayka ayyuhan nabi. Çfarë thotë Ibn Mesudi radhiyallahu an? Thonim assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Këtë e thonim kur ai ishte gjallë. Momentin që vdiq, ne thonim assalamu ala nabi. Kjo është ajo veçoria e teshahudit Ibn Mesudit dhe si pasojë kësaj kanë ardhur dietarët e kanë diskutuar. Kurse po shihni te teshahudi i Umerit, prandaj po ju lexoj këto dyja sepse Sheikh Albani është mbështet te teshahudi Ibn Mesudit dhe thotë kjo ka ardhur nga disa prej sahabëve, kurse Sheikhu Themini është përmend te teshahudi, është mbështet te teshahudi i Umerit, që Umer radhiyallahu anhu ka thënë teshahudin mbas dekës pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ka qenë hutbë dhe prezant kanë qenë shumë sahabë. Thotë teshahudi i Umerit radhiyallahu anhu është thotë që ja mësonte teshahudi njerëzve duke qenë minber, i thonte, thoni at-tahiyatu az-zakiyatu. Janë këto gjëra që ju jeni mësuar atë, përse po e lexojmë at-tahiyatu lillahi, az-zakiyatu lillahi, at-tayyibatu lillahi, assalamu alayka. Shifani? Assalamu alayka. Qartë? Si teshahudi pastaj vazhdon thotë si teshahudi i Ibn Mesudit. Thotë shehu këtu, pra fjala e Ibn Mesudit radhiyallahu an që thonim assalamu ala nabi, pra sahabët radhiyallahu anhum ishin që thonin assalamu alayka ayyuhan nabi, pra në teshahud kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte gjallë. Momenti që ai vdiq, e lan këtë dhe thonin assalamu ala nabi. Patjetër thotë që kjo është diçka që ai e ka marrë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe për krah këtë që Aisha radhiyallahu anha bënte të njëjtën gjë, pra kur i mësonte teshahudin assalamu ala nabi. Qartë? Pra kjo është fjala e shehut te kjo temë. Këtu thjesht që mos harrojmë, përmendi pak komenti që shehu i ka bërë këtu, at-tahiyatu lillahi was-salawatu. Pra, at-tahiyat tregojnë për fjalët që Allahu xhallahu ala është selam, pra larg metave, mangësive, atij takon sundimi, ai është pra al-baqa, qëndrueshmëria, është i pari pa fillim, i fundit pa mbarim, lillah as-salawat, pra janë duat që kiet për qëllim me to madhërimi i Allahut xhallahu ala, duat Allahu i meriton, nuk i takojnë dikujt tjetër përveç tij. Pastaj thot pra te 3 es-selam, ju thash që është mbrojtje, rujtje, sepse selam është emri i Allahut xhallahu ala, pra kur thuhet es-selamu alejke, do vi inshallah te komenti që ka bërë Sheikhu Themini, es-selamu alejke, ose ta keni parasysh edhe kur jep selam, është emri i Allahut, që do të thotë moment që i thuhet selamu alejke, do të thotë që Allahu të mbron, pra është ai që të mbron ty ose të mbrof ty, si me thon Allahu është me ty, pra duke të mbrojtur, duke të përkrahur, duke dhënë mirësi e tjera me radhë. Pa ta kesh parasysh kur i thu dikujt selamu aleikum, çfarë do thotë? Pra çfarë do thotë kur i thu dikujt i vllajt tat selamu aleikum? Po thotë shehu këtu e para është selam është emri i Allahut. Vjen nga selame, pra Allahu me të rujt, me të mbrojt. Pra si kur je duke i thënë, çka kuptimi është që Allahu qoftë me ty. Si? Duke të mbrojt, duke të rujt, duke të dhënë mirësi, duke të përkrah.
Qartë, edhe këtu, Assalamu alejke ju an nebi. Këtë është duke sqaru shehu këtu. Qartë, pra këto janë dy të shahudet, pa kalu të kuptimi, të regojmë pak të, ju thash të kundërshtimin e dietarëve ose këtë diskutimin e dietarëve, pra për sa i përket të shahudit. Kjo ishte fjala shehut, pra që bëhet dallim mes kur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka qenë gjallë dhe kur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka vdek. Pra kur ai ka qenë gjallë thuhesh Assalamu alejke ayyuhan nabi, kurse pra kur ka qenë gjallë, kur ka vdek thuhesh Assalamu ala nabi. Thotë Sheikh Uthaymin Allahu mëshiroft, kurse ajo që është transmetuar thotë tek Buhari nga Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu an, thotë se ata thonin mas vdekjes pejgamberit sallallahu alajhi wasallam Assalamu ala nabi, thotë kjo është ijtihad, është përpjekje e Ibn Mesudit radhiyallahu an, që e ka kundërshtuar dikush që ka qenë më i ditur se ai, që është Umeri radhiyallahu an. Ai thotë i ka marrë hutbë njerëzve në mimberin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ka thënë te shahud, thotë Assalamu alejke ayyuhan nabi wa rahmatullah. Thotë siç ka transmetuar Malik, Muwatta me zinxhir të saktë. Pra dhe Umeri radhiyallahu an e ka thënë këtë fjalë me prezencën e sahabëve dhe ata e miratuan këtë gjë. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam flet shehu këtu, pra ja ka mësuar atë që i ka mësuar pra Ibn Mesudit këtë për ta mbajtur mend. Ja mësonte siç i mësonte sure prej Kuranit, pra siç e përshkruan Ibn Mesudi, por se thot nuk i ka thënë Ibn Mesudit që mbas vdekjes time thoni Assalamu ala nabi. Nuk e ka thënë këtë gjë Ibn Mesudit radhiyallahu an, por se ja ka mësuar te shahudin siç i mësonte një sure prej Kuranit. Për këtë arsye thot ne nuk themi te ijtihadi te përpjekja e Ibn Mesudit, por se themi Assalamu alejke ayyuhan nabi. Ky është mendimi tjetër pra i dietarëve. Kurse Sheikh Ibn Bazi Allahu mëshiroft, pra siç e pati, unë prandaj po ja u lexoj që të shihni edhe kundërshtrimin e dietarëve të tjerë. Thot fjala e Ibn Mesudit radhiyallahu an, që thonim Assalamu alejke ayyuhan nabi, kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte në mesin ton, kur ai vdiq, thonim Assalamu ala nabi, është e lejuar. Kjo gjë është e lejuar, por se më e mira thotë është që themi Assalamu alejke ayyuhan nabi, sepse kjo është ajo që ka ardhur nga hadithet e sakta për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pra, shehu e qun të lejuar atë, thotë por sa më e mira është themi Assalamu alejke ayyuhan nabiu wa rahmatullahi wa barakatuh. Pastaj vim te kuptimi i teshahudit, për sa i përket shpjegimit, pra kuptimeve të tahiyat që thuhet teshahud. Shekhu Imam al-Mujaddid rahimahullah, Sheikh Muhammad al-Wahabi, ka i libër që ka titulluar Shtyllat, kushtet dhe obligimet e namazit. Këtë libër e kanë shpjeguar shumë dietar, prej tyre pra është Sheikh Bin Bazi dhe Sheikh Abadi. Do lexojmë pra nga shpjegimi që këta dy dietarë kanë bërë pra fjalëve të Sheikh Muhammad al-Wahabi rahimahullah, që dhe ai ka komentuar pra tahiyat. Thot, pra këtu është si më thonë është ndërthur komenti i imamit Sheikh Mujaddid edhe Sheikh Bin Bazit, Allahu mëshiroft të dy. Thot, manet tahiyat do të thotë që të gjitha madhërimet i takojnë Allahu xhalla wala. Ai i zotron dhe ai i meriton. Thot, përkulja, rukuja, qëndrueshmëria e vazhdueshme, pra sejdja, gjitha këto, pra prej adhurimeve, gjitha i takojnë Allahu xhalla wala. Ai që i bën ruku dikujt tjetër përveç Allahut, ai që i bën sejdë dikujt tjetër përveç Allahut, pra i bën sejdë për ta adhuruar. Ky është shirku më i madh. Allahu i kërkoj mbrojtje dhe ruajtje. Ose beson se dikush tjetër përveç Allahut xhallahu ala është i vazhdueshëm për herë. Ka krijesa që do vazhdojnë për herë. Por thot ai që vazhdon, pra i pari pa fillim, i fundit pa mbarim, është Allahu xhallahu ala. Dhe ka përmend huwal awwal wal akhir. Pra siç e ka komentuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një dua, antal awwal falaysa qablaka shay wa antal akhir falaysa ba'daka shay. Ti je i pari që s'ka dikush para teje dhe ti je i fundit që s'ka dikush pas teje. Qartë? Pra këto krijesa Allahu xhallahu alaihi ka krijuar që të vazhdojnë. Pra siç është për shembull kush? Xheneti. Qartë, xhehenemi, pa i ka krijuar që të vazhdojnë. Pra, si thot banorët e xhenetit që do vazhdojnë në xhenet, edhe banorët e zjarrit që do vazhdojnë, pra nuk kanë ekzistuar, pastaj kanë ekzistuar. Pra, ato do të vazhdojnë dhe ka ardhur hadithe që vjen vdekja në pamjen e një dashi dhe thuhet, pra therrat aty dhe thuhet o banorët e xhenetit, jeni për herë dhe s'ka vdekje, dhe o banorët e xhenemit jeni për herë dhe s'ka vdekje. Por se qëndrueshmëria aty për kujt është? Prej Allahut, është prej krijuesit. Qartë, ndërkohë që ai i pari
pra që s'ka para ti askush dhe i fundi që s'ka pas ti askush është Allahu xhalla wala. Pra e gjitha kjo do të jetë me lejen e Allahut për mirësisë ti për banorët e xhenetit dhe për banorët e xhenetit është mirësi, për banorët e zjarrit dhe për drejtësisë ti ka shi banorëve të zjarrit. E kështu thot Allahu na ruaj. Kurse salavat, pra gjitha namazet, 5 namazet, gjitha duat hynë këtu, pra gjitha namazet janë për Allahun, duaja, pra lutja janë për Allahun xhallahu ala, pra namazi qoftë farz, qoftë nafile, duhet i drejtohet vetëm Allahut. At-tayyibat, pra prej fjalëve të mira, veprat e mira, gjitha i takojnë Allahut xhallahu ala. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Pra po bën dua për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, pra që të jetë selamet, të jetë i mbrojtur, i ruajtur, pra ketë mëshirë dhe bereqet, pra prej Allahut kuptohet. Thot ngjojeni dhe për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam bëhet dua për të, nuk i lutesh Allahut bashkë me të. Pra ti lutesh dhe atij dhe Allahut. Thot kjo është një dobi shumë e madhe. Pra që ti po bën dua për pejgamberin, po i lutesh Allahut për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, jo ti lutesh pejgamberit. Pse? Thot sepse ai ka nevojë për duan, pra që Allahu xhallahu ala pra t'i japi selamet, rahmet dhe bereqet. Thot assalamu, si ti lutesh shkon dhe adhuro pejgamberin sallallahu alaihi wasallam bashkë me Allahun. Do flasim inshallah kur flasim për shahadetin. Por se ju të keni kuptimin, assalamu alejna wa ala ibadillahi salihin, pra selami qoftë mbi ne dhe mbi robët e Allahut të mirë. Kjo tregon se njerëzit e mirë nuk i adhurojmë ne me Allahun, pra ose përveç Allahut xhallahu ala, sepse ata vetë kanë nevojë për dua. Ata vetë kanë nevojë për dua. Pra që ne t'i lutemi Allahut për ta. Kanë nevojë për dua, pra që t'i lutem, bëjmë dua Allahut për ta. Si të ne shkojmë dhe i lutemi atyre. Normal që kjo vepër është shirk, Allahu na rit. Pra ata kanë nevojë për dua që ne t'i lutemi Allahut për ta, që Allahu t'i fali, t'i shpëtoj, t'i mëshiroj. Si ne shkojmë dhe i lutemi atyre me Allahun xhallahu ala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pra dëshmoj dëshmi të vërtet se s'ka të adhuruar me drejt në qiell dhe në tokë përveç Allahut xhallahu ala që është një i vetëm. Ky është haku, kjo është e vërteta. Ka përmend ajetin dhalika bi anna Allahu al-haq wa anna ma yaduna min dunihi huwa al-batil. Kjo se Allahu është hak, i vërtetë, ai që meriton adhurimin dhe çdo gjë që i luten atij përveç Allahut është e kot. Dhe dëshmon një dëshmi të vërtetë se Muhamedi është i dërguar i Allahut, është vula e pejgamberëve dhe është i dërguar prej Allahut xhallahu ala. Kush mohon se ai është i dërguar apo është vula e pejgamberëve, ai ka bërë kufër. Pastaj flet për salavatet, kuptimin e salavatet. Ky është kuptimi i teshahudit ose i tehiyatit. Kush Sheikh Abadi thot, pra lexojmë fjalën e shehut, fjalë për fjalë Sheikh Abdul Wahhab, pastaj komentin. Thot, pra shehu Allahu më shiroft, thoni, pra tregon kuptimin, at-tahiyat jami'u at-ta'dhimat, gjitha madhurimet i takojnë Allahut, pra ai zotëron, ai posedon dhe ai meriton, si përkulja, rukuja, sejdja, pra vazhdueshmëria e përhershme, gjitha këto madhurohet me to Zoti i botrave, ose gjithçka që madhurohet me të Zoti i botrave, pra gjitha i takon Allahut xhallahu ala, dhe kush i drejton për adhurimeve dikujt diçka, pra prej adhurimeve dikujt tjetër përveç Allahut, fa huwa mushrikun kafir. Ai është mushrik kafir. Nëse ne pyetemi kush është për kufizimi i shirkut, e ka dhënë shehu këtu. Pra çfarë do thotë shirk? Të tri bazat çfarë thotë shehu? Gjëja më e madhe që ka urdhëruar Allahu për të është tauhidi. Ta seron çfarë është tauhidi. Dhe tauhidi është veçimi i Allahut me adhurim. Gjëja më e madhe që ka ndaluar Allahu është shirku. Çfarë është shirku? Atje në një vend thotë adhurimi dikujt tjetër me Allahun. Pra adhuron Allahun dhe adhuron dhe këtë tjetrin. Kush do qoftë ai? Kurse kur ka ardhur më mbrapa ka përmend llojet e adhurimit, duaja, frika, shpresa, dashuria e tjera me radhë, çfarë thot fund fare? Kush i drejton diçka prej këtyre, kemi thënë drejtoni, dedikoni, kushton diçka prej këtyre dikujt tjetër përveç Allahut, ka bë shirk. Kush do qoftë ai? Dhe këtu gjoni çfarë thot Allahu më shëroft, kush i drejton prej këtyre diçka tjetër përveç Allahut, fa huwa mushrikun kafir. Pra mushrik kafir, kafir. Thot as-salawat, pra është thonë që kuptimi janë dawat, duat, lutjet, i takon Allahu xhallahu, pra ti bëj dua, ti bëj lutje, gjithashtu ati falu pra namazet. At-tayyibat, Allahu tayyib. Pra tayyib, kuptimi fjala tayyib kështu si fjala arabisht është domethënë i mirë. E kundërta diçka e keq, i keq ose e lig. Këtu tayyib kanë thonë dietarët pra që Allahu xhallahu ala
është i pastër nga mangësitë, nga tmetat, xhallahu ala, dhe ai nuk pranon për fjalëve dhe të veprave vetëm diçka që është e mirë. Pra Allahu nuk pranon për fjalëve dhe të veprave vetëm atë që është e mirë. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Lutesh për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, pra i lutesh Allahu xhallahu ala për selamet, mëshirë, bereqet. Pra për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam i lutesh Allahut për të, nuk i lutesh atij bashkë me Allahun, pra ti lutesh pejgamberit, ta adhurosh pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, se kjo është shirk. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, pra selami qoftë mbi ne dhe mbi robët e Allahut mirë. Pra ti po jep selam, pra që Allahu të ruaj të mbroj ty dhe çdo rob të mirë në qiell dhe në tokë. Pra do flasim inshallah se kush është rob i mirë më mbrapa, por se kemi thënë shpesh, rob i mirë është ai që kryen obligimet ka shi Allahu dhe ka shi krijet, ka shi njerëzve. Pra thot wassalamu dua, selami është dua, dhe njerëzit e mirë ne bëjmë dua për ta dhe nuk i lutemi ta adhurojmë ata bashkë me Allahun xhallahu ala. Pastaj thot ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, ti dëshmon dëshmi të sigurt se nuk adhurohet as në tokë dhe as qiell me hak, me të vërtet vetë sa Allah, pra vetëm ai ka drejt të adhurohet, vetëm ai meriton të adhurohet. Do flasim inshallah, i thash te fjalët e Sheikh Albani për shahadetin, do zgjatemi çik ndoshta herë tjetër inshallah. Dhe dëshmon se Muhamedi, pra sallallahu alaihi wasallam, është i dërguar i Allahut. Ngjojeni, kjo është fjalë shumë e bukur e Shehut, që ka bërë përmendje shpesh në mësime. Ngjoje, pra kur ti dëshmon se Muhamedi është i dërguar i Allahut ose rob dhe i dërguar i tij, ngjojeni, abdun la yu'bad wa rasulun la yukadhab. Ai është rob që nuk adhurohet dhe i dërguar që nuk përgjigjëstrohet. Rob, përderisa është rob, robi nuk meriton të adhurohet. Ai që meriton të adhurohet është krijuesi xhallahu ala, është Zoti i botrave. Ai meriton të adhurohet. Ndërkohë robi është robi i Allahut. Bëhet dua për të. Pra i lutet Allahut që pra t'i japi atij bereqet e tjera më radhë. Jo ti lutesh atij bashkë me Allah. Sepse adhurimi është hak i krijuesit. Nëse ja dërton krijesës kushdo qoftë kjo krijesë, sa do e mirë qoftë, krijesa më e mirë që është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk e meriton adhurimin. Adhurimin e meriton vetëm Allahu xhallahu ala, krijuesi, pra Zoti i botrave. Pra ai është rob, nuk adhurohet dhe i dërguar nuk përgjithësohet, por se ne i bindemi dhe e pasojmë. Allahu e ka nderuar që të jetë robi Allahu xhallahu ala dhe ka përmend te barakalladhi nazzala al-furqana ala abdihi. Tregon shehu këtu, pastaj thot, këtë po e përmendim për duat, ja bashkangjitim pra diskutimit dietarëve se çfarë thuhet ose si thuhet te shahudi mas vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot shehu këtu, po e përmendim për dobi që ja bashkangjisim. Thot, pra Ibn Mesudi radiallahu anhu, kur ka transmetuar te shahudin, thot, e thonim këtë kur ai ishte në mesin ton, momenti që ai, pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vdiq, ne thonim assalamu ala nabi. Pra, kuptimi është se sahabët thonin assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Pra kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte gjallë, momenti që ai vdiq, thonin assalamu ala nabi. Pra, por se ka ardhur te shahudi Umerit. Ngjoni si fjala e kujt? E Shehu Themin, Allahu më shëroft. Thot, por se ka ardhur te shahudi Umerit. Edhe Shehu e ka përmend, edhe Sheikh Albani, Allahu më shëroft, e ka përmend. Pra, ka treguar hadithin që është zinxhiri sakt. Thot, por se ka ardhur te shahudi Umerit radiallahu anhu, Muwatta në Imam Malik me zinxhir të saktë, tregon, thot se ai Abdurrahman ibn Abdurrahman prej filanit, thot kanë gjuar Omer ibn Khattabin duke qenë minber, duke i mësuar njerëzve te shahudin, thoshte tahiyatul assalamu alayka ayyuhan nabi. Pra këtu te ky transmetim është se Omer radiallahu anhu ja mësonte te shahud duke qenë minber. Thot ja ka mësuar me këtë lloj forme. Kjo tregon se sahabët radiallahu anhu mbas vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka ardhur prej këtyre dhe kjo dhe çështja është e gjerë. Çështja është e gjerë, si fjala Sheikhut vet, Sheikh bin Bazit. Pra Sheikh Abadi nxënësi Sheikh bin Bazit. Allahu më shëroft Sheikh bin Bazit, Allahu rrit Sheikh Abadi. Thot, dhe çështja te kjo është e gjerë. Tani ti kthehemi kuptimit. Ja përmenda për t'ia bashkangjit pra fjalët që tham. Këtu te fjala Sheikh Muhamedul Wahhabit që assalamu ala ibadillahi salihin, pra selami është dua dhe të mirë, njerëzve të mirë, ne bëjmë dua për ta. Kur themi bëjmë dua për ta, i bëjmë dua kujt? Allahut për ta. Bëjmë dua për ta, nuk i bëjmë dua atyre bashkë me Allahun xhallahu ala, thot shehu. Këtu është pohim, miratimi i tauhidit uluhia. Duaja është adhurim. Allahu xhallahu ala ka thënë wa anna al-masajida lillah, fala tad'u ma'a Allahi ahada. Xhamit janë të Allahut, prandaj mos adhuroni me Allahun askënd në to. Një kuptim ajeti. Kuptimi i ajetit tjetër çka kemi thënë të tri bazat, gjymtyrët e sejdës që ne përmendëm hadithe sa janë
janë 7, mos i bëni sejdë dikujt tjetër përveç Allahut me gjymtyrët e sejdëve. Pra, sejdën e meriton vetëm Allahu xhallahu ala. Gjithashtu vendi ku bëhet sejdja, që janë vendi ligjëruar, megjithëse ne e kemi të ligjëruar namazin gjithë tokën, ama që na ka ligjëruar Allahu xhallahu ala që të ngrihen xhamit, që të adhurohet Allahu në to, pra në to xhami mos adhuroni askënd me Allahun xhallahu ala. Gjithashtu ka ardhur nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që duaja është adhurim. Pra mos ju lut, mos adhuro vetë Allahun xhallahu ala, mos i kërkon ndihmë dikujt tjetër përveç Allahut xhallahu ala. Pejgamberi dhe të dërguarit e tjerë, pra pejgamberi alayhi salatu wassalam dhe të dërguarit e tjerë, pra me lajket, njerëzit e mirë, ne i lutemi Allahut për ta, nuk i lutemi atyre bashkë me Allahun xhallahu ala. Allahu është ai vetmi që ne i lutemi, shpresojmë tek ai, thot kurse të tjerët i lutemi Allahut për ta dhe nuk i lutemi atyre. Gjithashtu thot te dëshmia ku thuhet se Muhamedi është i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, ai është rob që nuk adhurohet, i dërguar që nuk përgjigjëstrohet, por se ne i bindemi dhe e pasojmë atë sallallahu alaihi wasallam, kjo do të thotë se robi, ai që është rob, ai është abid, robi i Allahut, është që adhuron Allahun dhe nuk është i adhuruar, nuk meriton adhurimin. Pra, kuptohet, mund të adhurojë dikush pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, por sa adhuron pa drejt, pa merit, sa ai që ka drejt dhe meriton të adhurohet është vetëm Allahu xhallahu ala. Dhe nga pozita e çështja e dërguarit është që ne ta vërtetojmë lajmet që ai thotë, ti bindemi dhe të pasojmë. Ka thënë Allahu më shëroft te libri i tij 3 bazat, kuptimi i shahadetit Muhamedi është i dërguari i Allahut, pra 4 gjëra. Ti bindemi gjërat që ka urdhëruar, ta vërtetojmë gjërat që na ka lajmëruar, të largohemi nga gjërat që ai ta vërtetojmë gjërat që na ka lajmëruar, të largohemi nga gjërat që ai na ka ndaluar dhe mos ta adhurojmë Allahun xhallahu ala vetëm me atë që ai ka ligjëruar sallallahu alaihi wasallam. Këtu te at-tahiyat gjitha madhërimet i takojnë Allahut xhallahu ala, si rukuja, përkulja ti përkulesh dikujt, ti bësh sejdë dhe tjera me radhë. Pra ibadeti, adhurimi është hak i Allahut, siç ka thënë Allahu xhallahu ala, nuk e kam krijuar gjindët dhe njerëzit vetë se të veçojnë mua me adhurim. Gjithashtu ka thënë pash Allahun me siguri kemi dërguar çdo popull dërguar, që ti thonë atyre veçojni Allahun me adhurim dhe largoni nga taguti. Shumë libra kur kemi fol për tauhidin kemi shpjeguar gjitha këto me detaj, ha? Pra kush do të kthehet te shpjegimet e tauhidit. Ju thash, do ndalojmë çik më gjëre gjatë kur te shpjegimi Sheikh Albanit te shahudit e dëshmia për la ilaha illallah. Gjithashtu ka thënë Allahu xhallahu ala, nuk kemi dërguar para teje do të dërguarve, se i kemi shpallur atij se s'ka të adhuruar me drejt përveç meje, prandaj veçoni me adhurim. Pra është obligim që gjitha llojet adhurimeve ne t'ia drejtojmë vetëm Allahut. Pra shifeni, libri është libër fiku që flet rreth çfarë? Rreth shtyllave, kushteve, obligimeve të namazit. Ama shifi dietarët, Allahu më shëroft për kujdesja dhe që ata ja dinë vlerën dhe rëndësisë të tauhidit. Pra te ky libër shife sa janë zgjatë çështjet e tauhidit. Allahu më shëroft ata që kanë vdek, e rujt ata që janë gjallë është problem. Pra thot, nuk lejohet që diçka prej adhurimeve të detohet dikujt tjetër përveç Allahut. Namazi është për Allahun, rukuja është për Allahun, sejdja është për Allahun, kërkimi ndihmës në vështirësi është për Allahun, duaja është për Allahun, mbështetja është për Allahun. Pra ti drejtohet Allahut xhallahu ala, kërkimi mbrojtje dhe strehimit është për Allahun xhallahu ala. Edhe gjitha adhurimet janë për Allahun, siç ka thënë Allahu xhallahu ala, thuaj namazim, pra kurbani im, jeta ime, vdekja ime janë për Allahun Zotin e botrave, ai s'ka ortak, nuk ka shok, me këtë unë jam urdhëruar dhe unë jam i pari i muslimanëve, që është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra kush i drejton diçka për adhurimeve dikujt tjetër përveç Allahut xhallahu ala, ai është mushrikun kafir. Tani shehu është mushrik kafir. Thot këtu shehu nga kjo temë ka dalë diçka që është pra të diskutohet, që është nëse personi bën këtë shirk dhe kufër, çfarë konsiderohet? Thot, pra kurse personin veçanti, nëse ndodh prej tij diçka prej llojeve të adhurimeve, ka shi dikujt tjetër, pra drejton dikujt tjetër përveç Allahut, për shembull i lutet vdekurve, i kërkon ndihmë atyre, duke qenë ignorant, ne atëherë qëndrojmë thot në bërjen e qafir këtij personi, derisa ta sqarojmë dhe t'i ngrihet atij argumenti. Kjo është një prej dy fjalëve në këtë çështje. E ka përmend të thot shehu ynë Abdulaziz bin Bazi Allahu më shëroft, kur ja përgjigjur thot në një përgjigje që ja kanë drejtuar disa bidatçi, thot ka ardhur te kjo përgjigje ku ai thot, nëse ne kërkojmë te Allahu të afrohemi, pra e kemi përmend edhe herë tjera që pra gjithë dietarët janë dakord që kjo vepër, kjo fjalë është shirk dhe kufër. Ama personin veçanti kur e bën këtë gjë, a është kafir dhe mushrik?
Këtu vjen diskutimi që a justifikohet me ignorancë apo jo. Pra ata janë dakord që kjo vepër është ose kjo fjalë është shirk apo kufër. Ama ky person në veçanti, a është kafir? A është mushrik? Këtu vjen justifikimi me ignorancë. Pa disa dietar justifikojnë me ignorancë, disa tjerë jo, por se të dyja palët kanë respekt për njëri tjetrin, nuk fillojnë duke akuzuar njëri tjetrin. Njërin palë që janë Khawarij, një palë që janë Murxhia. Jo, të dyja palët respektojnë njëri tjetrin. Prandaj po u lexoj këtë gjë. Thotë, për sa i përket të afrohesh tek Allahu me pozitën e filanit apo me hakun e filanit, kjo është bidat dhe nuk është kufër. Për shembull, o Allah, për hatër të filanit fal. O Allah, për hatër të pejgamberit na fal, siç përdoret kjo. Kjo ç'është? Është bidat, është rrugë shirku, por nuk nuk është kufër. Kurse kuptimi i dytë të tawassul i afrimit tek Allahu xhallahu ala është i thush o Sidi, o zotri, o pra filan më ndihmo, shërohet smurin tim, ky është shirki i madh, shirku më i madh. Edhe këtë mund ta quajnë tawassul, afrim tek Allahu. Të çështë kemi shpjeguar, kush do të zgjerohet edhe pra të mori më dobi te katër rregullat, pra se si e përdorim fjalën tawassul, se çka kuptimi ka tawassul e tjera më radh. Thotë këtë ata e quajnë tawassul, gjithashtu është nga veprat e xhailitetit. Rasti i parë, pra për hatër të filanit është bidat, prej rrugëve të shirkut, pra dhe tregon sheku këtu. Kurse kjo e dyta është shirk. Pra kur ne themi meded, pra na ndihmo, na përkra, o Bedawi, o Husein, thotë kjo është si vepra e Abu Xehlit e tjera më radh. Këtu te ne mund vish për shembull, mund t'i lutesh kujt? Te Malit Tomorit, mund t'i lutesh Hasanit, Huseinit, Aliut, filanit prej uliave të tjera më radh, thjesht to janë për shembull. Thotë o Bedawi, o Husein, kjo është si veprat e Abu Xehlit dhe ato që kanë qenë me ata. Çfarë thonin? Ne nuk ja adhurojmë ata për diçka tjetër veçse për të na afruar tek Allahu afër. Na jetë tjetër thonë këta janë ndërmjetësuesit tan tek Allahu. Edhe kjo është përmend te katër rregullat. Pra, rregulli i parë që mushrikët e pohonin tauhidin rububie. Rregulli i dytë, pse ja adhuronin ata që adhuronin me Allahun përveç Allahut? Për çfarë? Për t'i afruar tek Allahu, për të kërkuar, për të bërë shefat, për të bërë ndërmjetësim tek ata. Pra, kjo dua është kufër, është shirk, por se dietarët kanë diskutuar, kanë rënë kundërshtim që personi që e bën këtë gjë bëhet konsiderohet kafir apo derisa të ngrimë aty argumenti dhe të sqarohet atij. Në dy fjalë, e para thotë se kush e thot këtë, ai është pra ka bërë kufër të madh, kjo është shirk i dukshëm, nuk është se argumentet janë të paqarta, kurse fjala e dytë, këto persona thotë mund të hyjnë në ignorancë se kanë dietar të fshin që i humbin. Pra i humbin, i tregojnë thonë që çfarë? Kjo është fe, kjo është nga dashuria që ti ke për pejgamberin. Leje ça thon ata vehabit, mos dëgjoj ata etj etj. Pra fillojnë ja zbukurojnë shirkun, nga ana tjetër sulmojnë dietarët e sunetit. Thot çfarë? Thot ata kanë dietar të fshin që i humbin ata. Patjetër ne duhet të sqarojmë atyre çështjen, pra derisa ti bëhet e qartë, sepse Allahu xhallahu ala thot, ne nuk dënojmë askën derisa ti dërgojmë të dërguar. Pra kur i bëhet e qartë atyre, i thuhet që kjo s'lejohet, ka thënë Allahu kështu, ka thënë i dërguari sallallahu alaihi wasallam kështu, i sqarojmë ne atyre argumentet. Pastaj ata insistojnë gjendjen e tyre, atëherë ata kanë bërë kufër. Gjithsesi, vepra në vetvete është kufër apo shirk, kurse personi shifet çështja e tij, Derisa tregon sheku thotë që ky është filan libër, fillim thotë ka letër për shepin bazet, ka një shkrim për shepin bazet që tregon thotë miratim kësaj. Kurse fjala e dytë thotë pra që nuk e bëjmë qafir, këtë thotë e kanë shumë për dietarëve, Sheikhul Islam Ibn Taymija, Sheikhul Islam Muhammad Abdul Wahhab, pastaj ka përmend, ka thënë Sheikhul Islam kështu, pra Ibn Taymija, pastaj Sheikhu Abdul Wahhabi ka përmend pra shumë fjalë nga Sheikhu Abdul Wahhabi dhe një pa dietar që kanë ardhur pas tij. Ngjoj çfarë thotë fund fare, thotë Sheikh Abadi, thotë i kam thënë këto fjalë të shumta nga Sheikhul Islam Muhammad Abdul Wahhab për sa i përket kësaj çështje, pra për të bërë qafir njeriu e veçantë kur bien shirk. Thot, pra justifikimi kur ai është me ignorancë ose bërja qafir vjen pasi ne ja kemi sqaruar dhe i kemi ngrit argumentit, jo para kësaj, sepse thot ka ignorant, kanë mlef njerëz që ka kashi shehut dhe kundra thirrjes shehut, që është e ngritur mbi Kur'an dhe Sunet dhe rrugën e selefëve, ka njerëz që flasin dhe paralajmërojnë nga thirrja e tij, duke akuzuar çfarë? Që shehu bë qafira muslimanët. Prandaj thot unë kam sjell të fjalë që tregoni që shehu çfarë justifikon ignoranti që si ka ardhur vërteta derisa ti sqarohet, ti ngrihet ti argumenti. Pra, e akuzojnë shehun Allahu mëshiroft se i bën qafira muslimanët dhe se i bën njerëzit përgjithësi qafira, por se shehu bën qafira atë që është ngritur argumenti, ju është bërë qartë e vërteta, qartë. Këtë pra ka thënë shehu. Vazhdojmë inshallah herës tjetër pra prapë te kuptimi të shahudit.
me Shekhu Theminin dhe pastaj me Shekh Albanin. Allah i mëshiroft gjithë. Allah na bëj shëndesim në Islam dhe Sunet. Subhanakallahumma hamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Edhe juve gjithë.